Zgjerimi i rrugës Prizren-Gjakov si një ndër rrugët më të frekuentuara në vend nga automjetet, për vite të tëra ka qenë kërkesë e qytetarëve. Ministri në detyrë i mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, Libun Aliu, ka theksuar se ky projekt tashmë është drejt finalizimit. Ai ka thënë se për realizimin e projektit ku parashihet zgjerimi i rrugës, duke filluar nga komuna e Stogut deri në komunën e Prizrenit, ministria është duke diskutuar me të gjitha komunat që përfshihen në këtë linjë rrugore. Rruga Prizren-Gjakov është ndër rrugët më me rëndësi tash që të fillojmë për zgjerimin e saj, është duke u bërë, duke realizu projekti me të gjitha komunat, pra edhe me komunën e Prizrenit, edhe me komunën e Ravesës, edhe me komunën e Gjakovës, edhe me Deçanin, edhe Pejen e Istogut, i gjithë projekti i zgjerimit rrugës nga Istogut deri në Prizren është në realizim e sipër dhe pjesa më kritike. Ndonse edhe me më problematike, edhe për punë të shpronësimit, edhe për punë të elementeve tjera teknike është pjesa Gjakov-Prizren, por njëkohësisht edhe pjesa më e rëndësishme që Gjakovën do ta lidh me autostradën Ibrahim Rugova dhe do ta bëj më të qasme në gjitha korridorët që do të lidhen me korridorët që lidhen me gjithë regionin. Ministri Aliu ka theksuar se për vazhdimin e punimeve në zgjerimin e kësaj rruge pritet vendimi dhe ndarja e buxhetit nga ana e qeverisë. Çështja e vazhdimit të punimeve mbetet që ministria bashkë me qeverinë të ndajnë buxhetin dhe të shohin se cila do të jetë politika në të ardhmen për realizimin e kësaj rruge. Po gjithsesi, kjo rrugë bashkë me lidhjen e dy autostradave, bashkë me rrugën Gjilan Rrehu i Bardh, e po ashtu edhe me rrugët Prizren, Tetov dhe Deçan-Plav mbesin rrugët kryesorë të cilat do të mundsojnë lidhjen e Kosovës me korridoret e regionit, respektivisht me korridoret panevropiane. Me zgjerimin e rrugës Prizren-Gjakov, e cila aktualisht është rreth 37 kilometra, edhe komunës së Gjakovës do t'i mundësohet lidhja me autostradën Ibrahim Rugova dhe qasje më e lehtë nga të gjitha regionet përreth.